Socialistët do të shkojnë me pushime të pajisur me detyra shtëpie nga kryeministri Edi Rama. Bëhet fjalë për një dokument të hartuar nga ai me emrin Besa, që sipas tij do të jetë metoda për ta kthyer ciklin e ri politik të rilindjes 2.0 në një përvojë të re për qytetarët. Asnjë fjalë tjetër të gjuhës tonë nuk gjeta që ta thotë më qartë çfarë kthese i duhet mandatit të katërt. Që njerëzit e këtij vendi të mos i përjetojnë më vendimet tona si prerje në besë. Sipas kreut të qeverisë, kjo vjen si reflektim nga protesta qytetare, të cilat vijojnë prej më shumë se 50 ditësh, pasi problem nuk janë vetëm protestuesit, por edhe arroganca që vjen nga pushteti. Jo problemi që kanë flamingot me ne, por problemi që kemi ne me veten, si bartës të atij besimit të mishëruar në 83 mandate. Madje kreu i qeverisë, i cilësoi qytetarët që kanë protestuar për shqetësime reale, si ata që tashmë nuk mund të tolerojnë neglizhencën dhe për këtë u jep të drejtë. Prandaj dhe bulevardi i Flamingove duhet parë jo si një protest, po si një pasqyrë. Që shoqëria na e vuri përpara, duke na sfiduar të shohim vetveten dhe të verifikojmë seriozisht nëse e kemi mendjen dhe zemrën në vendin e duhur për ta qeverisur Shqipërinë e kësaj faze 3. Nuk durohet më dot si deri në mbylljen e epokës më parshme. Shoqëria as nuk e çon më në përmend nëse ka dhe më keq, sepse deviza e kësaj epoke është ka edhe më mirë. Por kritika kishte edhe për ata që sipas tij kanë tentuar të përdorin tubimet qytetare si manovër për të krijuar edhe më shumë urrëtie. Me që bulevardi u zbraz nga flamingot dhe aty mbetën vetëm puplat e ditëzinjve dhe vezët e punëzinjve, nuk harroi dhe investimin në Zvërnec, duke u shprehur se johona ndërkombëtare ju dha për shkak të emrit të presidentit amerikan Donald Trump. Qëndronte dhe hija e emrit më polarizues të politikës dhe të medias botërore. Përderisa në qendër projektit ishte dhëndri dhe e bija e tij. Gjatë mbledhjes së zgjeruar të grupit të PS, Rama u shpreh se ka hartuar dhe një dokument tjetër me emrin aneksi, por ai do t'u jepet deputetëve pas konsultimeve me krerët e komisioneve parlamentare.